Do me thonë prej ku e ke fillu t'i karrierën në Ramis Sadik, mas ne ke kalu në Drenic, përmirëson nëse ka bëj dikun jahuqi në i klub, mas ne ke kalu në Tiran, Partizan, prej aty në Kroaci, Splete, Dinamo Zagrebe, ku ke qenë tjetër edhe një klub tjetër me gjasë. Si pjesë e Dinamos në Huazim Lokomotiv. Lokomotiv, po, mas ne Karon Torino, Hellas Verona, po, realisht, kur të këqyrë shto, e kena një farë përshtypje na që jena atje që futbolli vendor është shumë i blokum, është gati e pa mundër me depërtu. Sa është qyshe përshkruan ti qëtë epizod? Me pas shumë fat me depërtu, pjesa e më konë edhe fat edhe punë, normalisht përveç fatit me pas edhe punë, dikush që ka talent e ka ma të letë, edhe si pozicion, pozicion e lunë fush, sidomos për sulmuese dhe sulmues anësore ose sulmues qendre që kanë kualitet ose talent më të madh shumë ma lehtë me depërtu. Po tani puna është ajo që ta manë qëndrueshmërinë edhe vazhdimsinë të një klub ose në përgjithësi në karrierë tonë. A ka futbollistat mirë Kosova, lokal, po foli në klube, qatë sa dinti, qatë sa ki njohurite, edhe a menon që kam potencial për me depërtu me pak fat që po thute, me pak mundësi? Shumë ka. Primëshatorit mija, gjenerata jonë që u konë, ka pas shumë talenta. Shumë talenta që ka mujtë me depërtu shumë herë ma shpejt se unë dhe ma shumë se unë. Do me thonë ka pas talenta ma të mëdhaj se te, që e konsidera? Unë s'u kon talent. Ajo? Unë besoj që më orë prej, nështë ajo inteligenca lojës më ka bo mu dukë që jam një hapa përpara se tjertë. Okej. Po talent kam pas tjertë që nuk mund është me krahasu me mu. Ka pas shumë talent që kanë mujtë me depërtu, po shumë për tyne s'kanë arrit me depërtu, edhe kanë përfundu karrierat e tyne në futbol. Ndërsa disa tjerë që kanë vazhdu edhe janë në Kosovë ose në Shqipëri. A ka të bëj pak edhe përveç talentit edhe punës që për folte, a ka të bëj pak edhe me atë pjesën e raporteve njerëzore, ku një telefonat në ashta krym punë? Normalisht, për përsëris apet më konë talent, ki më shumë mundësi se ki menaxherat që cilën për rreth menaxherat kanë njohje me klube tjera, me menaxher tjerë, edhe unë e bo marrëveshje bashkëpunimi me menaxher tjetër që është më afër një klubit. Kështu që ka ma shumë mundësi, për ata që për dikën që ka ma shumë talent apo që është ma shumë i njohur. Okej, e qartë. Kështu që në periudhën kër kona ka pas shumë pak menaxher edhe shumë pak këna dalë prej asoj periudhe shumë pak këna dalë në Evropë me lu. A e ke prit që ta, kur e ke fillu, cili u konë objektivi jotë, qëllimi jotë, realisht, qka ke dasht me bo me futbol? Normalisht, kur je i ri nuk i menon ato sene. Gjatë kohës që je tu preparu, tu punu ma shumë, tu arrit me një klub ma serios, atër vihen diskutim edhe rritet ma shumë egoja për me arrit ma shumë. Tash, të kjo më hynë edhe ajo që dikush ka ego për me arrit ma shumë, edhe dikush vetë knaqet me ato që ka arrit, edhe që ajo e bëndallimin. Nëse ti vetë knaqesh, jemi një comfort zone, një zonë komode që je knaq me ato që ke arrit, edhe nuk të intereson me arrit ma shumë.